Mbi 4.000 abonentë në të gjithë Shqipërinë kanë patur ndërprerje të internetit gjatë 2 javëve të fundit. Shkak për këtë janë bërë aksionet e ÇEZ, të cilat po ndërpresin linjat e internetit të disa kompanive private që furnizojnë abonentët. Këto janë pamjet e një aksioni që kompania ÇEZ ka bërë gjatë paraditës së sotme për heqjen e shtyllave të tensionit, të cilat i konsideron jashtë funksionit në rrugën Muslimshyri. Por pasojat më shumë se të gjithë po i ndjejnë përdoruesit e internetit, familjarët dhe bizneset. Jemi në sistem dhe nuk mund të shesim dot pa nëse nuk kemi internet. Kam marrë kompaninë për kacën në telefon, që na kanë thonë që po bëhen disa ndërhyrje nga një kompani tjetër në rrugë edhe kemi ngel pa punë, domethënë, ja, vazhdojmë vazhdimisht, ndërprerjet ne na prishin goxha punë se kemi çdo gjë të lidhur me sistemin, kemi gjitha transmetimet online, nuk mund të vazhdojmë më kështu. Edhe pse kanë disa vite që operatorët, të cilët bëjnë shpërndarjen e internetit, kanë kërkuar leje për të shtruar vetë linjat nëntoksore ose në përshtatje me infrastrukturën sipas planit të qytetit, ato nuk kanë ende një përgjigje nga bashkia. Në bashkinë ka qenë plani që prej 2-3 vjetësh janë letra për koordinimin e marrëdhënieve dhe investimeve që bën bashkia për kalimin e gjithë infrastrukturave ajrore në tokë, por kuptohet bashkia ka ritmet e veta. Kompanitë kërkojnë që përpara se të ndërmerren këto aksione, të ketë një njoftim paraprak në mënyrë që të merren masat. ÇEZ-i asnjëherë nuk ka pranuar që të bëjë kontratë për përdorimin e shtyllave. Kemi komunikuar vazhdimisht me ÇEZ-in që këto gjëra të mos bëhen pa paralajmërim, po të ketë një koordinim, por të gjitha këto kanë rënë në vesh të shurdhët dhe fakti është aktualisht që ka prerje masive të kabllove, ka pasur dhe një dëm masiv ekonomik për riparimin, rikthimin dhe ç'është më e keqja është prishja e imazhit. Një nga shembujt më të mirë që ofron zgjidhje për këtë situatë është rruga e Dibrës. Gjatë rikonstruksionit të saj, nën tokë ushtrimin edhe linjat që bëjnë shpërndarjen e internetit. Nga ana e saj, kompania ÇEZ nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara, pasi shtyllat e tensionit që po zhvendosin gjatë këtyre ditëve i konsideron në pronësi të saj.